Dhoma ishte e qetë. Dritat e zbehta krijonin hije të buta mbi mure, ndërsa zhurmat e shtëpisë ishin shuar një nga një. Ishte ajo orë e natës kur gjithçka ngadalsohet, kur mendimet bëhen më të forta se fjalët dhe çdo lëvizje merr kuptim tjetër. Dolce ishte shtrirë në krevat, e kthyer me shpinë, me trupin të mbledhur lehtë, sikur po kërkonte rehati në një ditë të gjallë. Frymëmarrja e saj ishte e qetë, por mendja jo. Në atë shtëpi, edhe momentet më të vogla mbartnin pesh. Limi hyri në dhomë pa zhurmë. Nuk foli menjëherë. Vetëm e pa. Jo me ngut, jo me qëllim të qartë, por me atë vështrim që lind kur mes dy njerëzve ka diçka të pathënë. Diçka që është ndërtuar ngadalë, ditë pas dite, ai u afrua me hapa të kujdesshëm. Krevati u ul lehtë nga pesha e tij. Dolce e ndjeu pranin para se ta shite. Ishte ajo ndjesje e njohur kur dikush të afrohet jo rastësisht, "Je mirë?" E pyeti ai me zë të ulët. Dolce nuk u kthye menjëherë. Vetëm buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje që nuk shihej, por ndjehej, po, tha. Thjesht po pushoj. Heshtja u rikthye. Por nuk ishte heshtje e ftohtë. Ishte e mbushur. E ngarkuar. Çdo sekond dukej sikur mbante një pyetje që askush nuk po e bënte me zë. Limi u afrua pak më shumë. Jo për të thyer kufi, por për t'i testuar. Ai foli me një ton gjysmë shaka. Gjysmë serioz, ashtu siç bëhet kur do të thuash diçka pa e thënë plotësisht, e paske rrobat pak të çrregullta, tha, duke qeshur lehtë. Dolce lëvizi pak, sikur po mendonte nëse duhej të reagonte apo ta linte momentin të rrithte vetë. Nuk tha asgjë. Dhe ndonjëherë, mos përgjigjja është përgjigjja më e fortë, afërsia u bë më e ndjeshme. Jo nga veprimet të mëdha, por nga fakti se të dy ishin të vetëdijshëm për njëri tjetrin. Çdo lëvizje ishte e matur. Çdo frym ishte më e thellë. Në atë dhomë nuk po ndodhte asgjë që mund të përshkruhej qartë. Por po ndodhte gjithçka që ndjehet. Limi e ndjeu se ishte në një vit të hollë mes lojës dhe ndjenjës. Mes shakas dhe sinqeritetit. Ai nuk tha më asgjë. As Dolce. Dhe kjo e bënte momentin edhe më intensiv. Jashtë dhomës, shtëpia flinte. Kamerat regjistronin, por nuk mund të kapnin atë që nuk shihet, tensionin, emocionin, ndjesinë e dy njerëzve që janë shumë afër për të qenë rastësi, por ende në një pikë ku gjithçka mbetet e nënkuptuar. Dolce u kthye pak nga ana, sa për ta parë me cep të syrit. Ishte një shikim i shpejt, por mjaftueshëm i qartë. Ajo nuk tha ndalo, por as vazhdo. Dhe ndonjëherë, pikërisht aty qëndron fuqia e momentit. Limi u tërhoq pak, jo nga refuzimi, por nga kuptimi. Ai e dinte që në atë shtëpi, çdo hap ka jehon. Çdo afrim bëhet histori. Dhe ndonjëherë, historia më e fortë është ajo që mbetet pezull. Fli mirë, tha ai më në fund. Natën, u përgjigj Dolce, zërat ishin të qetë. Të kontrolluar. Por pas tyre, gjithçka ishte e trazuar. Kur drita u shua plotësisht, dhoma mbeti në errësirë. Por momenti nuk u shua. Ai mbeti aty, si një pyetje pa përgjigje, si një ndjesi që nuk ka nevojë për veprim për të qenë e vërtetë, dhe pikërisht kjo është ajo që e bën Big Brother ndryshe, jo çfarë ndodh, por çfarë mund të kishte ndodhur. Publiku do të flasë. Banorët do të dyshojnë. Kamera do të analizojë çdo lëvizje. Por vetëm ata të dy e dinë se çfarë u ndje në atë dhomë. Në atë natë të heshtur, dhe ndonjëherë, kjo mjafton. Shtëpia e Big Brotherit ishte ndryshe atë ditë. Jo për shkak të lojës, jo për tensioneve, jo për strategjitë që zakonisht rëndojnë ajrin. Ishte ndryshe sepse ishte dita e Benitës. Dhe kjo mjaftonte për t'i dhënë një dritë tjetër çdo këndit të asaj shtëpie. Banorët ishin të gjithë bashkë në sallon. Disa të ulur, disa në këmbë, disa duke qeshur pa e ditur saktë pse. Ishte ajo ndjesia e bukur e pritjes, kur diçka e mirë po vjen, por ende nuk ka ndodhur. Benita ishte mes tyre, pa e ditur se çfarë e priste, por me një buzëqeshje të qetë, si gjithmonë. Pastaj, dera u hap. Në atë çast, sikur koha u ndal për një sekond, Deraklodi hyri me një tortë në duar. Qirin ndriçonin but, flakët e vogla lëkundeshin lehtë, dhe mbi tortë shkruhej një urim i thjeshtë, por i fuqishëm: gëzuar ditëlindjen, Benita. Drita e qirinve u pasqyrua në sytë e saj dhe, për një moment, ajo nuk foli. Vetëm pa, banorët shpërthyen në duar trokitje, gëzuar. Edhe 100. Urime Benita.
Por Benita qëndroi aty e prekur me duart pranë trupit, sikur po përpiqej ta mbante atë moment brenda vetes, që të mos ikte shpejt, sepse të festosh ditëlindjen larg familjes nuk është e lehtë. Dhe ta festosh në një shtëpi ku çdo ditë është sfidë, është edhe më e veçantë. Benita e mori frym thellë. Në mendjen e saj kaluan shumë gjëra. Vit pas viti. Kujtime. Ditëlindje të tjera. Zëra të njohur që mungonin. Por në të njëjtën kohë, ajo ndjeu diçka shumë të fortë, nuk ishte vetëm, ajo pa rreth e rrotull. Pa fytyra që ndoshta nuk do t'i kishte njohur kur jashtë asaj shtëpie, por që tani ishin bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Njerëz me të cilët kishte qeshur, debatonte, heshtur, ndar lodhje dhe gëzime. Dhe në atë moment, të gjithë ishin aty për të, dera Klodi ju afrua dhe ja zgjati tortën. Është dita jote, i tha thjesht, Benita buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, jo për kamera, jo për lojë. Një buzëqeshje që vinte nga zemra, kur qirinjt u vendosën përpara saj. Salla u qetësua. Të gjithë e dinin ritualin. Një dëshirë. Një frym. Një moment i vogël që, në të vërtetë, ka shumë peshë. Benita mbylli sytë, ajo nuk e tha dëshirën me zë. Disa dëshira nuk ndahen. Ato mbahen brenda, aty ku askush tjetër nuk mund t'i preki. Por ndoshta ishte diçka e thjeshtë, forcë, qetësi, qëndrim. Ose thjesht të mbetet vetvetja deri në fund. Ajo fryu qiring, duartrokitjet u bën edhe më të forta. Dikush e përqafoi. Dikush tjetër i tha një fjalë të bukur. Dikush i buzëqeshi nga larg. Dhe Benita, për herë të parë pas shumë ditësh, e ndjeu veten plotësisht të lehtësuar, sepse ajo kishte ardhur në atë shtëpi me një barë të padukshme, pritshmëri, gjykime, presion. Por ditëlindja e saj ishte një ndalesë. Një kujtesë se përtej lojës, ajo ishte një njeri që po rritej, që po mësonte, që po forcoi. Benita nuk ishte nga ato banore që bëjnë zhurmë për të qenë në qendër. Ajo ishte e qetë, e natara ngadalë mbi shtëpinë e Big Brotherit, ishte nga ato net që duken të qeta në pamje të parë, por mbajnë brenda një ngarkesë emocionesh që nuk shuhen me dritat e fikura. Kamerat vazhdonin të regjistronin çdo lëvizje, çdo heshtje, çdo frymëmarrje që dukej më e rëndë se zakonisht. Limi dhe Dolce ushtrinë në të njëjtin shtrat. Ky fakt i vetëm mjaftoi për të ndezur imagjinatën e të gjithëve. Banorët e tjerë e vunë re. Disa hodhen vështrime të shpejta. Disa buzëqeshën me domethënie. Disa heshtën, sepse heshtja shpesh flet më shumë se komentet. Publiku jashtë shtëpisë u bë një trup i vetëm pyetës, a ndodhi diçka mbrëm? Apo jo? Në dhomë mbretëronte qetësia. Drita ishte e zbedhë. Avulli i dushit të mëparshëm ende dukej sikur qëndronte pezull në ajër. Dy trupa pranë njëri tjetrit, dy mendje zgjuar, dy zemra që rrinin ndryshe nga zakonisht. Dolce qëndronte shtrirë në krah, me sytë hapur. Mendimet i vinin e iknin. Ajo ishte e vetëdijshme për çdo centimetër afërsie, për çdo lëvizje të vogël. Jo nga frika, por nga vetdia se çdo gjë në atë shtëpi merrte kuptim më të madh se vetja. Limi ishte po aq i heshtur. Jo sepse nuk kishte ndjenja, por sepse e kuptonte peshën e momentit. Afërsia e tyre kishte ardhur gradualisht, shikime, biseda të gjata, të qeshura në orë të vona. Mbështetje në momente tensioni. Tani, gjithçka ishte përqendruar në këtë natë, ata flinin bashkë, por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë, për disa, ishte thjesht vazhdim logjik i afrimit të tyre. Për të tjerë, ishte provë se diçka më shumë kishte ndodhur. Por e vërteta në atë shtëpi rrallë është bardhë e zi. Limi u kthye lehtë nga ana e saj. Dolce ndjeu lëvizjen. Asnjëri nuk foli. Heshtja ishte e mbushur, jo bosh. Ishte ajo heshtje që lind kur dy njerëz e dinë se janë në një moment të rëndësishëm, por nuk kanë nevojë ta shpjegojnë. A ndodhi akti? Askush nuk e pa, askush nuk e dëgjoi, dhe ndoshta kjo ishte përgjigjja, sepse ndonjëherë ajo që pritet nga një çift nuk është ajo që ndodh vërtet. Ndonjëherë afrimi është më shumë emocional se sa fizik. Ndonjëherë të flesh pranë dikujt, të ndash hapësirën, frymëmarrjen, qetësinë është më intime se çdo gjë tjetër. Në mëngjes, zgjimi ishte i qetë. Pa skena. Pa shpjegime. Vetëm shikime të shkurtra, një buzëqeshje e lehtë, një normalitet që për publikun dukej gjithçka përveç normal. Banorët filluan të flisnin. A mendon se ndodhi? Janë çift, çfarë pritej? Unë mendoj se jo.
Por Limi dhe Dolce nuk than asgjë, dhe kjo heshtje u bë edhe më e fortë se çdo deklaratë, sepse në Big Brother, pritshmëritë e publikut shpesh ndërtojnë histori që vetë banorët nuk i kanë jetuar. Çifti nuk është detyrim për të provuar asgjë. Afrimi nuk është kontratë. Dhe ndarja e një shtrati nuk është gjithmonë përgjigje për gjithçka. Limi e dinte që çdo gest i tij do të analizohej. Dolce po ashtu. Por ata zgjodhen të mos ushqenin as thashethemin, as sensacionin. Zgjodhen të mbajnë diçka vetëm për vete, qoftë edhe vetëm paqartësinë, dhe ndoshta kjo është ajo që e bën historinë e tyre interesante, jo ajo që ndodhi apo nuk ndodhi, por fakti që nuk gjithçka duhet të dihet, publiku do të vazhdojë të pyesë. Spekulimet do të vazhdojnë. Por Limi dhe Dolce do të vazhdojnë lojën e tyre, lidhjen e tyre, ritmin e tyre, sepse ndonjëherë më e fortë se çdo akt është pritja, më e fortë se çdo përgjigje është dyshimi, dhe më e fortë se çdo skenë është ajo që mbetet e pathënë, dhe kështu, nata mbeti natë, shtrati mbeti shtrat, dhe pyetja mbeti pezull, a ndodhi? Apo jo, ndoshta vetëm ata e dinë, dhe ndoshta, kështu duhet të mbetet.